Të nderuar teleshikues, përshëndetje. Unë jam Roland Qafoku dhe ky është emisioni Dekalog. Kjo tavolina ime sot është mbushur plot, është gjë e veçantë. Sigurisht që kur në këto momente më shikoni me këto thotë ka ftuar Roland Qafoku sot. Nuk para del në media të flasi për politikë, për zhvillimet në Shqipëri, në disa fusha, fjala vjen vetë të sigurisë kombëtare apo të mësimdhënies, po kryesisht e njohin kështu vetëm te sporti, por dimensioni I atij personazhi nuk është kaq I ngushtë. Unë kam kënaqësinë sot kem Xhevdet Zekaj, një mik të vjetër, një koleg të vjetër, por pikërisht për këto që thash, kam arsye ta ftoj dhe të flasim për shumë tema sot. Xhevdet Zekaj, të falenderoj shumë që jeni në emisionin Dekalog. Përshëndetje, edhe unë të falenderoj për emisionin dhe për ftesën, është kënaqësi. Është herë e parë që dal në një studio për të folur për veten time. Dhe natyrisht më shumë se të dritarja se duhet të shkoj askërkun. Jo vetëm për ty, edhe që ti se mbaje mend si zgjiton në 96-97 ke Oxhaku, por edhe për probleme të tjera, për respektin pafund që kam, për mesazhet që jep ky televizion, për ruajtjen e vlerave kombëtare, për atë dashurinë, për principialitetin, për seriozitetin, fal Rudina Xhungës dhe Dritanit, po edhe ty I ke dhënë një. Të falenderoj shumë dhe të jam I njohës edhe për këtë vëmendje, se ne ndonjëherë bëjmë punën tonë dhe nuk e di more çfarë mendon Xhevdet Zeka, nuk e themi këtë, po këto fjalë janë me të vërtetë vlerësuese dhe unë të shpreh mirënjohje. E di si të mbaj mend, se do ta them edhe një gjë. Po mertini të edhe një fjali. Po. Landi çdo ditë në mëngjes dhe ndrek me një çantë në supë që vetëm raponte. Vetëm raponte. Na I përshëndetjet e shkallët dhe ikte. Unë s'isha atë në publicitet, se merresha me biznes privat, po ishe një blet punëtore mëngjes dërgdar. Po ishe shumë korrekt. Falenderoj shumë. Po çantën nuk e di e ka po. Çantat bile I kam mbrojtur të gjitha, nuk I përdor më sigurisht, po I kam ndryshuar, po çantën se kam hiq vazhdoj ta kem atë çantë. Xhevdet Zeka, zoti Zeka, do të drejtojmë Gjoda më njohim shumë. Gjoda është një përkëdhelje ose një nickname I Xhevdet Zekës shumë I njohur. Si është Shqipëria në këto 35 vjet? Se ti je mësuar të pyesin, ore, si është futbolli në këto 35 vjet? Futbolli është një pjesë shumë e vogël e Shqipërisë. Si është Shqipëria? Ti je njëri që ke qenë shumë aktiv në të paktën 3 dekada të fundit, institucione shtetërore, në media, në mësimdhënie. Si është Shqipëria në këto 35 vjet? Natyrisht duke qenë se kam përjetuar më së miri edhe 90-ën edhe para 90-ës, sepse isha në seksion të arsimit të Vlorës 26 vjeç, nga fshati, dhe ju kuptoni sa vështirë. Si gjë më nga fshati? Po, kur je pa shopërzim në qytet, e di se ç'bëhesh atë. Në cili fshati ti? Unë jam mos më merr për mburrje nga Kuçi, po sa e bukur kjo. Po si mund ta thuash ti që unë jam nga fshati? Po ti je nga Kuçi ore me 3 gërma. Edhe natyrisht u gëzuam shumë. Dhe Vlora që rekord për mbështetjen e ndryshimeve politike në Shqipëri në 90-ën, mos harroni që në zgjedhjet e dyta ishim 6-0 për të djathtën. Midis tyre do të 22 mars 92 6-0 për të për PD-n. Por unë në atë momente mos ta mohoj, kam votuar, domethënë nuk lëvizja dot nga Majta për shumë gjëra, për të Majtën, unë jam për të Majtën deri 47-ën, jo votova për Gjinushin. Për PD-n. Po ajo ishte në aleancë me PD-n atëherë. Sepse duke e njohur nga afër, respektoja pafund ndryshimin kolosal që bëri ai në të mësuarin në shkollë në matematikë diturit. Gjinushi kur erdhi nga Franca, futi të mësuarin me sistemin e tabelave e figurave jo përmendash. Profesor, të kanë harruar, por Xhevdet Zekaj çfarë detyrë mbaje? Unë isha metodist I gjuhëve tuaja dhe ciklit ullët para në Vlorë. Në Vlorë. Në drejtorinë arsimore? Drejtoria arsimore. Nuk të ka harruar ky inspektori 26 vjeçar I vitit 92 për atë që ti ke bërë si ministër arsimi nga viti 87, Jo, profesori e ka filluar atë në 84 dhe ka mbyllur nga 87 a mbyll gjithë cikli. Do të thënë ministër I arsimit profesor Gjinushi që 84. Edhe Islami pastaj, po Islami. Jo, ministër arsimi themo. Po, ministër arsimi. Se kur ishe në Veruxa Gjallë është bërë ministër. Jo. Po, sa erdhi nga Franca u bë ministër. Jo ministër, jo 87 ministër. Po 87. Po jo 84 që dekadër kishin filluar. Jo, po shkolla filloi ndryshimet. Mirë, po flas për Skënder Gjinushi. Profesor, nuk të harron ky inspektor I vogël 26 vjeçar për gjithë ato që ke bërë si ministër arsimi. Pastaj ato të politikës, pastaj Gjoda. Edhe ato. Dhe pra ishim të gjithë me shpresë të madhe
Vajta disa herë ke deti, për ti kur dhe unë me anijet. Po nuk e bëja, vajta, disa herë. Kisha frikë ose më këse që kisha një angth të brëndshëm që mund të lëvë. Si ka mund, si jikri një gjithë ti nuk i? Jo, po goca, këto këshu. Madje nuk i ka asë në vitin 1993, që i ka në Angli, herë paq doleja shtetit, me një shoqat për fëmijët me nevojat veçanta. Këtu do dalë prapë ke shpreja si Shqipëria dhe si ka qenë, nuk e harroj pyetjen tuaj. Dhe atje netëm një muaj, gjithë Vlora besonte që unë do rria ndej nga tipi jashreshi që isha, do rria në Angli, e tjera, unë kisha një vajzë që doja edhe gruan, e familjen time që doja më shumë se gjithë shka, dhe një... Sa vjeç ishe vajza në atë moment? Atë vajza ishte 2 vjeçe, dhe po kjo e vërteta është që në Angli u bëra budalla. Nuk kuptova që ishte bota, që ishte ndryshimi, ishin 30 ditë marramëndse. Na quan në teatr, na quan në opera, na quan në një qendër të trajtimit të fëmijëve me nevojat veçanta, që thoshte o zot 100.000 herë më mirë këtu i çmendur budalla, handikapat, metmeta, me nevojat veçanta se sa të kthehesh në Shqipëri. Kur i puna ditë në fundit u ktheva në Shqipëri. Edhe se lidhot goca. U ktheva sepse kisha shpresë që Shqipëria do bëhet. Sot mbas 33 vitesh nga 92 vajte. Pa. U bë? Për mua jo. Shqipëria është bërë, po se është bërë nga individët, është bërë nga individët, është zgjidhur nga problemi ekonomik financiar secili, po me një mani për të patur sa më shumë prona apo pallate, edhe kur janë bosh tani shpira në fshat, u bë më keq edhe me pronat se u vodhën. Enveri i mori, i mbajti, i ruajti. Këta i vodhën 9.500 njerëz. 7.500 njerëz. Është krimi më i madh që është bërë këtij vendi, që ne jemi këtu ku jemi sot. Ti ke prona? Që dua i kam në Kuç, po shpilurit. Është bëhet një fshat turistik shumë i mirë, po e kanë dhënë me 100 vjet. Nga këtë projekti 100 fshatra? Jo, çat 100 fshatra në këtë projektin Rëmbe, kushte Rëmbe, ka marrë një nga Tropoja, nga tani. Dhe Shqipëria në 35 vjet ti thoj nuk është bërë. Jo, është bërë. Po bëhet një vend në 35 vjet? Hapa të rëndësishëm të shkëlqyer. Në aspektin e administratës shtetërore, në aspektin e administratës civile, në aspektin e ndryshimeve pozitive edhe financiar edhe tjetuar. Por ti ke ndryshuar vetë? Unë kam ndryshuar totalisht. Jo, është bërë, po jo si që donim, si që ndërronim, si që duhet t'jemi. Po ta i ka bërë me 1000 vjetë o Gjota tani, ne da bëj për 35 vjetë. Këtë u a the mund të gjithve, po ne, pse atër e bie që Enver Hoxha pas ka qenë fistik me ato që bëri, që ka bërë për elektrifikimi, rrugët, shkollat, sistemi shëndetësore, tjera, ka qenë shumë i mirë. I bëjnë ca gjëra diktaturat, i bëjnë ca luft klasa. Po diktaturë për ashtë tani, s'flet dot. I guxot flasësh për rektorin. Ja, unë jam pedagog. Nuk guxoj të flasë. Ku je pedagog? Në Elbasan. Po pse s'flet për rektorin? Po s'guxon? Nuk guxon dot. Ti nuk guxona? Unë kam guxuar. Ja, unë guxova. Po pra, ku pyet ti? Guxova sepse rektori thyen ligjin vjen në fushat me kandidatën për rektore. Edhe unë i thash, pse ke ardhur se nuk është keni ligj. Dhe ç'a ndodhi? Ç'a ndodhi në 19 janar, pam loj më ruar fare, më zorën pension, kur unë jam profesor doktor, duhet të punoja 3 vjetë. Nuk më flisin dekania, nuk më flisin kolegët, sepse bëra një pyetje fare të lirë, që e kam shkruajtur dhe pardje, që unë jam i lirë, mbi lirin time nuk vaz gjë. Po të them ka gjë. Edhe sot nuk flet dot, Roland. Nuk flet dot. Se tani është diktaturë, thua ti? Ke fjala diktaturë, tani është diktaturë. Diktaturë varet se kupton njeriu. Të lirë jemi, të lirës jemi. Të varur jemi, të pavarur jemi. Janë të gjitha, liria e pafundit është Facebooku, është pifja, është bungesa e vlerave që marrin pushtet, është mafia që vendos ligje, si do qefi asaj apo ekonomia. Po mirë, si mund të jetë një vend antar i NATO-s dhe kandidat, kështu jemi kështu shumë afër, jemi në finish, dhe të jemi një vend me këto cilësi që ti. Jo, unë evidentova këto, jo si të meta, këto janë pjesë të ndryshimeve të zhvillimit, gjitha kështu do vinë të mirat dhe të këfjat bashkë, po ne meritojmë atë, sa hapa tani unë vetëm të jem, më thash që kështu me, ndoshta edhe pak me duf nga jo që kisha për të thëmë, po e vërtet është ndryshimet tu janë kolosale, nuk bet fjalla. Nuk bet fjallë, që janë kolosale, mi afton të shikosh rrugët, kote fundit, turizmin, mi afton të shikosh sistemin e shkollave, pavarësisht po zbrazin. Ku jemi mësuar ne me 11 milion turistë më në vit më? Po, nuk jemi mësuar, por te pallati im Hansu Flaqe në shtëpi ose byrek. Po me çat do vi nipërt e Rockefeller këtu? Jo, absolutisht jo. Ore me çat.
Ne na dukesh UFO një fjala turist. Jo, në vitet 80, fjala turist, a marrën ku shkon në një grup turistësh në sheshin Skënderbej, edhe gjithë Tirana shikonte ti do 1000 banor Tiranës shikonin 30 turistë që kalonin aty. Po ta them ndryshe, jam lut profesor Mizafer Xhaxhiut, miku të familje. Unë jam miku e atyre. Që kur shoqëroj Michel Piccolin, aktorin e madh francez që çojnë andej, të ma linte ta takoja 2 minuta, vetëm ti prekja dorën. Më thashë ndaluar. Ti hajde shikoja kur ti unë, po nuk takosh ka ligje shteti shqiptar. Ky ishte turist. Dhe ai foli shumë mirë për Shqipërinë. Piccolia, natyrisht Xhaxhiu është një figurë pastaj shumë dimensionale. Po pra, domethënë që ne nuk kemi mësuar tani Han Suza, po suflaqem, po pas 5 vjetësh kështu do i kemi. Po mirë, po turistët. Roland, tash nuk po diskutoj për zhvillimin tani, paga është rritur. Niveli jetesës familje është ndërritur. Psikologjia po ndryshon pak edhe tani, nuk jemi si para 6 vjetësh që të shkojan tavolinë ti me PD, unë me PS-n, vllai flisim me njëri tjetrin e vriteshim. Është rritur në përgjithësi sistemi i edukimit, pavarësisht se ka kaluar mas tjetër me problematika që ka zhvillimi edhe ndikimi Facebooku, ndikimi internetit, ndikimi rrjeteve sociale. Ti i majt? Unë jam i majt deri në vitin 1947 dhe i majt për dëshmorët e mi. Dhe i majt se djata këtu është e majt me majtë se majta. Na e ngatrove fare tani, se në 11 zgjedhje, 7 herë kanë fitu të majtët. Unë për të majtën votoj. Ti për të majtën? E pra, ti i majtë. Sa tjetë aji burri atje, s'ka për të aprovuar votën tim. Aji burri atje e ke fjalë për Sali Berisha? Natyrisht për këtë tjetër. Po pse? Qa ke me Sali Berisha? Thash fare, Marksi nëse do kishte qenë gjallë në momentin që bëri atë 7500 do kishte vrarë veten Marksi. Si mund të shkojë mendja njeriu ta marrë pronën që është kapitali themelor për thjeshtur me ka ai dyer nga puna pas një të drejtë. Sali Berisha? Mbi sistemi i tij që ngriti dhe të mërshmja është që më ka shkatruar biznesin për 4 milionë eurosh. Sistemi Berishës i PD-s. Me leva që çfarë biznes ishte? Unë kisha një lëndë parë mobilerie dhe ata vu një taks. Kush i bie nga Italia, që ishim vend i Evropës, $100, $200 për metër kub më shtrenjtë, sepse doli një biznesmen i djathtë, nuk po ja përmend emrin se ka vdekur ai politikani, çuni tezës i politikani, nuk ja përmend emrin, po në post shumë të lartë, nga ministër deri president. Dhe kush i bie nga Turqia $200 më lirë për metër kub, i binte që në avion taksa për ne që vinim nga Italia ishte 230.000 euro. 180-230.000 euro, që do fitonim? Dhe falimentohet? Natyrisht falimentohem, se në ngeli vapori, so shit, so bo, unë bëllë biznesi, unë bëllë gjitha. Me një taks, dhe shkova ke drejtori doganave gjithashore, zotri, 900.000 euro i që taksën, ose i që edhe ne, jo, tha. Ti silli si a i si të duash. Ti do korupcion me këtë? Jo korupcion. Doja të aprovoja deri ku i ishte kapur aq fort falimentimi një biznesi prej 15 vitesh. 7 fitore të majtëve dhe 4 humbje të djathëve, dhe 4 fitore të djathëve. Çfarë do më thënë ka? Që ky është populli majt? Atë ju thash, jo. Ne populli majt mund të jemi, dhe s'të shturp të jesh i majt. Shumë mirë. Jemi populli majt se një pjesë e madhe jemi gjithë me luftën që kemi brezion, sidomos që kemi dëshmorët, kemi herojnë, kemi urritëm me atë frym, me lirin, fituam lirin. Ata dolën si patriot? Jemi populli majt sepse edhe në këto... Ata nuk dolën si komunistë në malo? Po, si patriot idealist. Po, prandaj thash deri në 1947. Pastaj, kur filluan ato, brënda... Se vlonjati juaj e ka thënë, Kadria Zbiu, dolan mal, tha si patriot, tha zbrita si komunist. Po. Lapidara jo? Po, shumë e madhe. Tani, po të them një gjë, pse them? Ne, pse 7 herë? Nëse do marrim to 7 herë të socialistëve, gjithmonë kanë bërë shtet. PD-ja nuk ka bërë shtet. Ka bërë rumpall. PD-ja ka bërë rumpall që nga... Një po, 2005-2007 e gjusëm, mua më rezultojnë që janë vitet më të suksesshme në këto 35 vitet të qeverisjes. Në shtet... 2005-2007 e gjusëm? Suati, unë po të them që reforma që ka bërë Zoti Rama, po edhe Nanua, në aspektin financiar, sidomos është pa rriqme, pa menduar, ndryshimet që kanë bërë ata në kodin, gjithmonë shpesher me drithijet e veta, apo shpesher për interesat veta, apo të grupeve që i mbështesin dhe i përkrajnë. Por ata kanë bërë shtet, Berisha thoshe mos paguni taksa. Ne paguanim drita, unë kam paguar 97 drita, 96 drita, 98 drita, a e thoshe mos paguaj drita dhe paguaja unë për shifër super sakse kam qenë këshill ministrave. Sa ishte? 8%, Vlora, pjesërisht, Wow. Tropoja, Në cilin vit, ma thuj? 1998,
1999. Do të thënë në 1999 8% e popullsisë Tropoj, Shkodër, Vlora paguante Vlora 12. 8 Tropoja, 8 ato Veriu Andet, gjitha të dritave. Ka i paguan 99. Pësa u dorëzua për shteti. Dhe kjo ka qenë paguan të Tirana dhe në rrethe, paguan në zyrtarve, që shpesh e rëthosh, pos paguat ato, su jap rogën e tjera. Por pagesa elektrike shteti... Jo, Rama këtë kamerit, këtu kamerit. Kamerit, të jashtë aposhe, se të gjithë jemi për shteti. Sigurisht. Të gjithë jemi për shteti. Mos pagosh drita. Ska paguar një, kemi paguar në. Kemi paguar në drita. E pra, shteti fiksale, apo reformat fiskale, me thash dritjet, apo jo të shkëlqyra, prap, janë pjesë... Do dhe një vlerëson Ramës të, do dhe këtë të vendosjes së disa rregullave të shtetit, të taksave, të pagesave, tjetër një gjë tjetër... Tani, a ka të gjitha, mund të ketë problem. Po janë të arsoj Shqipërinë... Vizionin dhe Rama është një... Rama vizionin. Shiko, ja kam thënë njerë një miku tim që kandidoj me Raman. S'poja përmend emrin se kam shumë mik. Nuk mund të fitoj... Besik Mustafaj. Që ka? Nuk mund të fitoj e ti për balë Ramës, për arsye tjetër. Ti e... Besniku është mbret. Në vitin 2000, për gjithë ata që nuk e din, Besik Mustafaj ka qenë në garë me Edi Ramën për kryetar bashkie të Tiranës. Dhe humbi, fitoi Edi Ramën. Po është një super intelektual, shkrimtar dhe miku im, jemi të shkollës, kemi qenë bashkë. Miki Moço më thotë. Dhe është pa diskutim një nga personalitetet më të larta. Ke një kundërshtar të fortë. Besnik, unë e ti jemi rritë në fshatër, kështu se dhe Tropoja fshatër është krahasimisht me atë timen. I thash, a ishte rritur me piano në shtëpi, me panel, me bibliotek, librash, dhe me sportin që e bëri lojë në grup dhe motivin për të fituar gjithçka. Edi Rama është nivel tjetër, edhe në Francë. So mund të shkoj. I the Besikut? Po i the para ti apo pas? Para duke qenë. Para. Çfarë tha Besiku? Po Besiku ti ja dhash votën, s'bet fjalë. Ti votove Besik Mustafajin në vitin 2000? Shok shkolle më të rritur bashkë, 8 vjet, si, po s'besh fjalë. Dhe ai humbi. Po, humbi natyrisht. Po ti e parashikove, ti do mbasësh. E para, dyta makineria socialiste, jo patronazhiste, edhe patronazhistë shumë mirë janë, ja thash dhe këtë, ata janë një strukturë ngritur, se janë veteranë akoma. Ishin gjallë ata që filluar. Ata fillojnë 400.000 plus. Po. 400.000 plus, ata fillojnë 400.000 plus. S'ka nevojë fare, unë s'ka nevojë të më japësh lek, të më japësh pos pune për mos votuar Saliun. Unë. Si edhe njërë këtë? Unë nuk kam nevojë të më japësh asnjë post, asnjë gjë. Për të votuar kundër Saliut? Jo, për të mësuash, ore voton ne, përsa ko është Saliu. Nuk e votoj Saliu. Kështu që PS-ja ka, po si unë kam e 10-300 që duan... Jo, që ti i rithoj, ti s'ke luftuar, luftoj të votore. Edhe Aulon Kalaja e kuptoj këtë gjë. Tash më pak se me kështu dritje, po kuptoj tani që ata të vjetë. Po shumë i mirë që do t'jetë parlament, po ja që sësh. Po ja që sësh, pra. Jo, më kisha dhe keta ka cilin këtu, pse ajo zë t'ishte në parlament? Pa tjetër. Pra, të dhelemi ke pyetje juaj. Të majt, i majtit majtve, ekstremist i majt. Ekstremist i majt është Saliu. Këta tjerë janë demokrat. Kush është demokrat, më manë? Qëko të tërgoj dhe një gjë, se se kam tërguar nësë një studio, po ta tërgoj ty. Në 2007 në kishte një problem madh. Qeveria me Federatën Shqiptare të Futbollit. Po, ai sheri madh, për plasje madhe. Më bjet telefoni. Sa më kishte heq Berisha nga Këshilli i Ministrave. Sa më kishte hequr. Dhe më kisha atë vitin, nuk i hota në gjyq, i ka se filla punë në universitet. Bjen celular, më thot, Sali Berisha jam. Që thua? Po, e tashun. Kryeminist? Po. Zoti Zeka tha, unë e di që të kam hequr nga puna, por dua një material nga ty, si që ndëron problemi midis Federatës Shqiptare të Futbollit dhe Ministrisë së Sportit dhe Kulturës dhe kësaj të zotit Bujar Leskaj. Do ma bëj, unë i thash, nuk ta bëj. Bëj ata që ke aftë aty, se më kërkon mua ti që nga puna, i thash, kur unë jam juridik. Të kërkoj ty ai, do të thonë në konfliktin e Bujar Leskajt ministrit me Federatën? Për kokë të gocës vetme. Jo, të besoj patjetër. E bëra unë, është ajo që ka patë që ishte një meçani që ishte zëdhën se shtypi. Juela, kolega. Edhe Juela, i thash unë. Ja tërgove Juela? Po e bëra apo se bëra? Po prit pra, edhe e mbylla unë telefonin, mori prapë, zoti Zeka tha, jam kryeministri i Shqipërisë, kërkoj material. I thash unë, të falenderoj. Dëgjoj me kujdes. Shere parë që një kryeminist më vlerëson se kush jam dhe që të ditë sa gjëra mirë. Do ta bëj, thash. E bëra dhe ai ka dalë në televizion, 60% ka thënë ato që i thash unë.
Shpesh edhe kundër bujarit, që unë bujarin e kam vlla, leskan, e kam mik, e kam shok. Shpesh edhe kundër bujarit. Që ajo u quaj si ndërhyrje e qeverisë në... E mirë, ashtu ishte ajo, po paka shumë, unë ja dhash të qartë, të gjitha mbajta një qëndrim kohës. Kush kishte të drejtë? Armando Duka apo Bujar Leska si ministër? Shiko, në ato momente ishte e përzirë. Mund të ishin 55 me 45 në favor të Armandos. Po edhe shteti kishte. Po utëroj qeveria? Utëroj, naturisht utëroj, sepse... Po utëroj falë materialit që ti dërgove? Jo. Falë utëroj, falë vizionit që ka Duka. Falë qëndrueshmërisë që ka Armando Duka. Falë kontributeve që kishte. Ti je dukist? Jo, atëherë isha kundërshtar. Ishe kundërshtar atëherë? Na çoi në Francë, më zotrim, mundi Serbinë, vetëm ja fitori shqiptarëve me Serbinë është gjyqi i Armando Dukës. Jenë vetëm na çoi në Francë, ai na çoi me gjyqin me të gjitha. Ka bërë një institucion. Që ma hape këtë se do të pyes për sportin një ta vazhdoj ta mbyll. Pra, të majt në Shqipëri. Ja, më lë të rendis. Mehmet Çeu, se ti je jo shumë i ri, Mehmet Çeu ja u bë gjithë këtë pyetje. Ta dish domethënë. 27 vjet 3 muaj, Edi Rama 16 vjet, Enver Hoxha 9 vjet 9 muaj, Adil Çaçani 9 vjet 1 muaj, Sali Berisha 8 vjet. Komenti juaj për këtë renditje të 33 kryeministrave, këta janë top secili ka 5, top 5, ka kontributet e tija. Unë them që Mehmet Çeu, Edi Rama dhe pastaj Fatos Nano kanë kontributet më të mëdha. S'është Fatos Nano te këto? Po ju pyetës time, ja pyetës tënde. Në rregull. Se ke punu me Fatos Nano ti dhe prandaj flet shumë. Mehmet Çeu, Edi Rama. Edi Rama, Mehmet Çeu, por edhe Enver Hoxha për ato vite që isha, se ishte pas lufte me njerë kur ishim të dy kratë shu, ballistat andej, komunistat tej, partizanët tej, idealistët tej, etjera, kanë kontribute tjerë zakonisht në shtetbërje. Pika me zeze atyre emrave, fatkeqësisht është Sali Berisha. Në 97-ën e mori shtetin, e shkatroi, donte të bësh mbret, ju vodhi lekët shqiptare, u tha, janë në sigurta, bëri luftë. Se kanë votuar më? Sulmoj, po vendi, po atë. Në Vlorë ngritën, çiko, Vlora tre personalitetë kanë ngritur në krah. Jo, një sekond, se me jeni rafshati me tre gërma. 1, Ismail Qemali 1905-ën, 2, Princ Vidi në 1914-ën, e hoqën karrocën dhe e mbajtën në krah karrocën me gjithë vidin. 3, Ahmet Zogun prite të jashtëzakonshme dhe 4 Sali Berisha, 4 personalitetë. Tani në falë. Siç kemi pritë të majtat ne Enver Hoxhën e atas. Fatos Nano se ke ngritur njërin kur. Në 97-ën e harrove si u bë Vlora kur erdhi. Çfarë thon? Tani më dëgjoj minut. Në më dëgjoj minut. Ja, ke pamje se mund pamja është kjo. Vlora është demokratike. Është popull që rri afër Greqisë dhe Italisë, shikonte televizionet italiane çdo ditë. Sali Berisha nuk e priti Vlora. E pritën një pakic edhe në 2000 edhe më përpara gjithë militantët e PD-s. Jo, një sekond, 2000 më shumë plot. Ta mbaroj pra, ta mbaroj, po ti harron një gjë, që vargani makinave ishte nga Lushnja deri në Vlorë smaronte, që vinin, ishin të ardhur, jo vlonjat, ishin të ardhur më, të vinë. Po jo vlonjat. Do të ti po thuaj që në pritjen, cili muaj ka qenë se viti 2000, cili muaj më ndihmon? 2000 në zgjedhje atë. Që i rat fik. Prill që ishte, po. Përpara zgjedhjeve. Ti thuaj që nuk ishin vlonjat ata që... Jo më erdhën makina smaronin nga Tirana, vargu ishte nga Lushnja deri në Vlorë rresht. Unë për të parë gjë, unë di se ishte gjithë Vlora. Po jo, çfarë thua më burr? Vlora ishte më njanë. Vlora shkonte punte veta, plazhe. Nuk ishte Vlora ai që mbushi sheshin atje? Po jo më ç'është kjo, u kam qenë gazetar me ditën në atë kohë. Kam qenë edhe kur erdhi Leka Zogu në Vlorë. Kam qenë duke raportuar. Po? Është gabim o vëlla. Erdhën aty. Po vetëm pjesa e PD-s, mo pjesa e organizuar e PD-s dhe këta që vinin me autobusa që vjen gjithmonë, që vinë në Tiranë, siç vinë Tirana. Ishte bllokuar rruga më. Ore Tiranën kush e dalin miting? Tirana apo edhe sot PD-s edhe LSI-s të këtyre? Jo, ata që vinë nga rrethet me byrek, me autobusa, jepun nga 5000 lekë, i shpëtojnë se pindhen na Iraki këtu me aty, janë në rregull. Këta erdhën të ardhur e pritën. Po është normale ta presin militantët vet. Keni një histori të ajo priti madhështore, të kujtojt në gjë se era fik Berisha. Absolutisht jo. Di të them që ishte më shumë. A isha aty? Ishte më shumë se e friksuar, jo. Ishte i friksuar Berisha? Po. Pse? Merësisht i friksuar, sepse ishte problemi që mund të pësonte për ato që gjëma që i ka bërë Vlorës, mund të pësonte në një atentat në gjë. Asgjë pra, është demokrate. Është demokrate Vlora. Është popull i civilizuar. Vlora, si ka thënë Spartak Gjela, se e them shpeshun. Ore, tha, do ndryshoj, tha, do bjerë komunizmi.
Se në Shkodër tha, ore lere Shkodrën tha, ore në Tiranë, ore lere këto shikoni Vlorën tha, ore tha në Tiranë tha se çka në hyrë në për ambasada, ore Vlorën shikoni, fillojnë në Vlorë, fillojnë Vlorë tha Tanira. Vlora është, e ka thënë Fanoli, Vlora për Shqipërinë si New Yorku për Amerikën. Të tregoj edhe një të bukur me Ramiz Zalin, kemi qenë duke pirë kafe te Ujvara aty, me një mikun ton që ti e njeh, Arben Saliun e pak porin. Edhe tha, dëgjoj tha, një nga këshillat që më dha Enverola ishte kujdes me Vlorën dhe me Kuqin, po sidomos me zonën e Kuqit, tha. Ata edhe mund mos i doni se. Ramiz Zalisi kishte thënë Enverola, edhe mund mos i duash, se edhe unë njëherë thash si kam pëlqyer, por bëju qefin se po ndezën ata nuk fiken më. Enverola, Ramiz Zalisi. Vet Ramiz Zalia për zotin. Kur je takuar me Ramizin që ta ka thënë? Jo, kur, do të duhet të ketë qenë viti 2000-2002 në këtë periudhë. Tani më përmendet tani, më tregoj historinë më të bukur për Kuqin tënd. Se atë me tregëm e di. Kuqin më të bukur është. Shikoj, para fare duhet të them një për se ju jeni edhe gjyqtar në aspektin gjyqësor shumë i formuar. Nga ana etimologjisë fjala Kuq vjen nga kuça. Slave që do thotë shtëpi, vend, rajon. Nuk ka lidhje me fjalën që. Me fjalën Kuq. Ska fare. Po Kuq ka në çdo ka në Berat, në Korçë, në Skapar, në Tiranë, në Shkodër, sepse slavët që kanë ardhur ku? Në rajonin, në Kuça, në Kuç. Në Kuç është rajon shtëpi, nuk ka lidhje me fjalën që. Pastaj edhe që në emri nuk ka qenë me emër Kuç. Ka qenë Balash, Balo, Laro, çfarë duash. Jo Kuç është që e thret, si kur e thret. Jo, është vend stre. Merret lexojnë ti. Na tregoj një histori të bukur të Kuçit. Është kur erdhën ca turista francezë, më Kur? Nuk është nga 65 më duket. Turista francezë 10 vjeç. Jo, shkuan në Kuç. Kjo është reale, a? Reale. Edhe ata ati ka qenë një zonjë grua nën dëshmorë, është heroin, është Shao Luçi. Grua shumë e mirë. Edhe erdhi francezi, dëgjoj këta, flisnin këta, i përktheni atyre turizëve, bën Kuqin, a thua, po veni Manhattan. Ose në Paris. E kjo e psa habite shobiri, tha. Po do ta bëjmë dhe Parisin si Kuq, dhe Kuqin, Parisin si Kuqin, më umërzi. Asa e bukur. Umërzit i dha fare, Osa e bukur kjo. Ramizit i ka thënë prap një të fort. E më si erdhe mobilin në nëse, tha, mirë, u lodhen qikë se gropat kanë, po hajtë se të janë pastruar veshkat nga gurët, i tha, po bëni këtë rrugë lumit të Vlorës, nuk ka bëri, as e Enveri. As me Meti, as Aliu e bërim Edi Rama. E bëri. E bëri. Vizioni atë që po kaloj andej me thënë drejtën. Po ka vizion me atje korri. Shkuam në Dhërmi këtë javë, unë nuk para vete. Në Dhërmi, vete Rilart Kondraq, të ca miqtë e mi, kam uruar vëlla 100 herë. Ore, leçton që për çmimet, le thonë çfarë të duhen. S'ke mos shko. Në gjithë botën kështu është, nuk shkuan dot. Te Sheratoni s'shkon dot kushdo. Pikafën e tjera. Po, kishë bërë vetëm ai mund ta bënte. Ai mund ta bën me çmendurin që prishi këto. Pra, nga këta kryeministra natyrisht që Edi Rama para do që ka bërë. Është mirë. Është ministër, ai është ministër në Europë, ministër pra portofoli i Europës. Edi Rama është në ti që ke bërë Edromisto? Po, jo, realitet, pse ai është ministër pa portofoli i Europës? I Europës. Ballkani na jep kështu e ka kështu Ballkan. E di se nuk e dai për Ballkan. Ore, dëgjoj, si ka thënë njëri Edi Ramës të orë. Nëse ndjek, ju qeni duke ndjekur këtë, thonë Edi Ramës të, sepse unë e di do të marrin telefonin Edi Ramës. Edi Rama. Do të marrin telefonin Edi Ramës. Ti duket Ballkani Edi Ramës. Ç'i duket? Si prefekti i Vlorës. Prefekti i Vlorës. Status, ai është. Tani, ka vizion. Xhoda, ke dy momente në karrierën tënde që unë dua t'i ndaj me ty. E para njëherë ti ke qenë në aparatin, po përdorim fjalën. Të jetën kam qenë në administratën e lartë shtetërore. E kryeministit Edi Rama, por përpara ti ke qenë në Shik. Në Shik. Tani, më tregojnë çik të historinë e Shikut. Çka? Si fillove puna ti? Ja ta tregoj. Në vitin? Mos harro që jam nga Vlora, nga Kuçi. Edhe sa kisha ardhur nga Greqia në 95, po punoja, merresha me biznes se doja të, si thua, ishte situatë e vështirë dhe njëri donte ti bësh mbrojtje edhe familjes dhe bizneses dhe kjo. Një çik ajo pjesa e Kadares që shqiptarët e duan pushkën ngjitur mbas kësaj. Një pistolet me leje, një mbrojtje kështu status to dhe ishim prap me dy emra të mëdhenj që ti njeh, me Agim Fagun, Arben Saliun edhe Eduard Alushin e Vlorës. Kjo është një miku im që më ofroi për të më bërë deputet Spranova. Se s'kuptoja do t'i, sa kisha nga Greqia 2 vjetë, më ofroj postë vendës ministri ke puna sociale, nuk e bëj do t'i, thash.
97 kjo. 97 kur fitoi PS-i. Po, fitoi PS-i. Më vjen edhe duke qenë atje. 29 qershor. Më thot Ben Salue këta, më duket do vej Gimi, drejtori i shërbimit informativ. Shko te shërbimi, hajde të çojmë o tek drejtoria me jashtë ose të merresh me median. Unë me Gimin kam qenë në aksion në Vorë, në dhomë, kam pat pedagogin në fakun. Kam mik të shtrenjtë, të idhull, perëndi. Një nga personalitetet më të shquara që ka sporti dhe jo vetëm. Edhe mirë. Bëj kërkesën unë, atje i çoj Beni, i bëri Ben Saliu me Dalushin, erdhi Klosi, kishte thënë Klosi po në rregull. Edhe pse isha jetoja në Tiranë, ma bën sikur kisha ardhur nga Vlora, etj. Ishim një 6-8 vetë, atje kam bërë një të fort fare gjatë leksioneve, deshin të më përjashtonin. Po thosh ai avokati që jepte mësim, ishte një kishte qenë Francë. Dashuria për kombin, dashuria për partin, për radhën, ai vazhdonte me këto. Re, thash, më fal, o zotri. Po kush të bëhet bashkëpunëtor ti pa lek sot? Ç'a thumë burri thash? Leri më dashurinë për kombin, keni buxhet i thash, të bëni bashkëpunëtor, të bëni kështu edhe ça, për të spionuar në lagje, se odi plerat nga dritarja i thash. Qa bën ti më leri më këto, i thash, nuk quen fare, i thash, ika, këto do t'i gjejun nga ty, i thash, ne që këshon, po, kisha mbështetjen edhe të Klosit dhe atyja. Nga 64 veta, më vetëm mua mbajti Klosi. Në qëndër. Në qëndër, Ishte fakti që flisja greqisht, rusisht, italisht, komunikoj little, anglisht, etj. Ishte fakti që kisha mbështetje në këtyre emrave që kishin folë me Klosin. Dhe ti fillove në punë? Në Shik. Jo, ku? Në cilin drejtori? Isha këshilltar. Po? Për krimin e organizuar dhe... Jo, po, edhe kontrabandën dhe median. Dhe median. Këshilltari i drejtorit, i Klosit. Ishim 5 veta atje në zyrë, se cili si pas drejtori. Më thënë që tani, si kishte krim të organizuar në atë moment, kur fillove? Qarë thunë, sa të duhesh, sidomos krimi ekonomik, po edhe krimi organizuar, se spionazhi serb ishte me fuqit të jashtëzakonshme, në shqime ndikim madh. Tani më dole një temë se... Spionazhi grek dhe italian. Tani, zoti Berisha, unë kam intervjuar dhe më ka thënë, e ka pranuar, e them shpeshun sepse ajo është një nga momentet më të rëndësishme të historisë së Shqipërisë mas 90-s. 20 milion dollar ka dhënë Serbia për destabilizimin e Shqipërisë 91-92 me atë të famshëm që i thashë Sheli Miloševićit dhe ja tha si është ka të ndisur Shqipëria, kanë shkatëruar, tha, kanë djegur furrat dhe uzinat. Tani, unë po pyes një zyrtar të asaj kohe, si qëndron kjo vërtet? Që unë pa shumë gjëra të 92-shit ato nuk dua të merrem, pse nuk i di, kam me të dëgjuara, po unë di një gjë. Merita e një vizionari, e një intelektuali, e një trimi, burr, si Fatos Klosin. Ka merit. Ai ka bërë revolucionar dhe kur na thirr ne ishim shumë mësuesa kështu dhe na thirr në zyrë një 12 veta që na mbajti atje. Do të që nuk ishit oficera, por ishit të profesionale. Jo, ishte kështu profesionale. Po, dhe çfarë? Çu na tha. Ne kemi barr në historisë përballa dhe unë dua ta bëj me ju. Ne duhet ta kthejmë shërbimin sekret shqiptar në inteligjencë servista. Nga ju dua paqe, intelekt, revolucionarizim, dhe jo mentalitetin e këtyre që nga thonë. Një pjesë e madhe e bëm. Dhe në disa operacione të mira nga këto atleta. Cilat janë gjë më të suksesshme të asaj kohe? Me sukses me ai futi meritokracinë dhe filloi të eliminonte gjithë gardën e vjetër, që nuk ndryshonin. Jo, kush rezultatet? Rezultati ishte për shembull në luftën në Kosovë, Klosi ka qenë promotor për organizimin e shërbimit sekret të Kosovës. Do të thonë, Zota, ti duke thënë që, sepse ne duhet ta themi këtë, Shish, me drejtimin e Klosit, ka një kontribut të jashtëzakonshëm për atë që ndodhi në Kosovë? Do të them një vlerë. Absolutisht. Çfarë? Ka një vlerë më të madhe se këtë. Tërë informacionet që shërbimi informativ me Klosin në krye, dhe Dashak Kadënën dhe Shoqëritë e Kavollin më vonë, ishin materiale të plota për të zbërthyer. Dashka Dënën atë kohë çfarë ishte? Drejtori sekretar përgjithshëm. Jo, erdhi në Shik përgjithshëm ai pastaj. Më kujto. Po, më kujtua si vlonjat dhe furnizimi që bënte me informacion, shërbimi informativ kombëtar për Rambujen. Shikon, nëse Kosova ka shtuar konferencën e Rambujes. Ka shtuar Rambuje. Nëse do të kishin dëgjuar, nëse do informacione që çonte nga shërbimet sekrete dhe ja çonte, kujt ja çonte? Kryeministri. Edhe që ishin të qartësuar. Po, sepse Klosi merita e jashtëzakonshme është që shërbimet e huaja e donin, e respektonin, e vlerësonin. Amerikanat, italianët, ja ta mbaroj. Dhe nëse në Rambuje do dilte teza e Berishës mos firmosesh Rambujeja, Kosova ishte cooptuar me thërrime e dyta. Në organizimin e ushtrisë të
Qëllimtare? Po, qëllimtare UÇK-s në Shqipëri, organizimin përgatitjen e këtyre. Çfarë bësh këtu? I kualifikonin, i stërvitin, i menaxhonin taktikat. Në zonat e saj që kishte shiku edhe në Elbasan dhe në Dalë dhe kështu. Në Elbasan dhe këtu ka një pikë tjetër shumë. Po çfarë bënte shiku këtu? Te kjo. Ai organizonte, jo, bashkë me organizonte, ishte në kujdesin e saj edhe për të ruajtur edhe për dhe sidomos roli i jashtëzakonshëm, ndoshta bëj gabim që them, po s'është një sekret, është një pjesë të apo kur vinin armatosje për UÇK-n, kanë qenë dhe në kujdesin e shikut. Në makina, në këto punonjës të shikut, për mos tu prishur, kuptuan fjalën prishje, për mos ndryshuar destinacion, për mos u vjedhur, mos u shkatruar, mos abuzuar. Dhe për të shkuar ke UÇK-ja, të furnizojnë. Edhe në këtë ka i merit të jashtëzakonshme, po fatos Klos. Do të thënë, kur shkronim ne lajme që janë vjedhur armë në filan Repart, në filan vend, për ne ishte, ajo ishte për burimet e hapura, i qonë direkt atia dhe i venin ati lartë dhe ne ajo organizonte, pastaj njoftonte gjithë institucionet, kryeministrin dhe të tjerët, për të marrë masa. Një pyetje, a kishte veprimtari të shërbimit sekret serb gjatë kësaj kohe në Tiranë, në Shqipëri? Po, shërbimi sekret serb, ti je sigurt, ishte, është dhe do të jetë. Është sot? Po çfarë synonte të bënte? Po asnjë këto politika që thënë. Jo, ajo vrasja e ministrit Bukoshit, jo, vrasja Ahmet Krasniqit. Po, ja ta them ndryshe. Çfarë spion sot? Spion sot nuk është t'ja për sa tankse ka Shqipëria e sa është Kurvia Kufit. Po çfarë? Spion sot është nëse ti në momentin që shteti serb ka nevojë, destabilizon Shqipërinë ose Kosova. Qa ka që problemi? Sa herë që në Kosovë rritesh zëri në Europë, tu kishte trazira. Berisha dhe berishistët, tu bënin trazira, që i bënte Serbia në fakt, i organizonte Serbia. Se ti Berisha thua bënde lojën e Serbisë? Po, absolutisht, për mua, kjo është individuale, jo nga dokumenta, nga këto që kam dëgjuar, po edhe nga logjika që ndjej unë. Natyrisht shumë gjëra. Shiko, embargua, e naftës e ke fjalë. E naftën, embargua, sulmet që u bën Këshillit Ministrave, ishte kulmi rambujes. Do të pyes për atë se është vrasja e Zemajdarit. Si, vrasja e Zemajdarit, të gjitha këto armët, grupet e armëve që u bën ande për Bukoshin dhe për UÇK-n, media ta thash pak më përpara, unë një nga detyrat ishte lexonim gazetat për ditë. Do të ishe zyrë e medias? Për te media. I survejonit gazetarët? Ne, jo, s'kishim po fare. Ne ishim burime të hapura, na vinin gazeta, dëgjonim lajme atë që donin dhe. Jo, se një pararsi yt më tha mua, ne kemi postera fotot tuaja. Po, i kanë më. I kishin, ë? Kanë më ata. Postera fotot e gazetarëve. Jo, unë kisha, po normal edhe mua, tash po do të them një gjë të bukur, meqense ma kape, do të nxjerr një më të bukur se kaq. Po do ta them siç ma ka thënë Klosi. Po, patjetër. Edhe pra, ishte për të organizuar dhe ne i qonim informacionin, por nuk ishte kollar ta menaxhoje gjitha të krizë që bënte nga shërbimet e huaja, sidomos serbët. Bëni këtu. Po ku i kishim më gjë? Po zotëria po ta them ku i ke. Deri në 2014 ti di shumë mirë që 60-70% e Kosovës ishin akoma me pasaportë serbe. Po ishin akoma. Po sepse ishin qytetarë të. Po kisha ai shërbim sekret në Kosovë, Serbia? Kishte. Ora këtu në Tiranë, po ja në Tiranë këto që bënin. A donim ne të bënim në Rambujen atëre, s'lë shtet, prishe me pra Zemajdarin, prishe për atë, prishe. Ka pas shumë turbulenca në feshtat në fetetë. Po, edhe më mbrapa. Edhe më mbrapa. Edhe sa herë që Kosova ka qenë në pika kyçe për të marrë vendime, në Shqipëri ka pat trazira të qëndrueshme të organizuar. Kush e pri? Po jo, është pasu hapa ajo arkiva nuk e bën dot. Tani pyetje direkt. Është vrarë Zemajdari në 12 shtator 1998. Ne dim tani është një ngjarje e madhe etj. Si menaxhoi Shish këtë ngjarje shumë delikate për Shish? E para fare unë do të them ato që ka thënë profesori Fatos Klosi. Që ne e kishim njoftuar, unë s'jam fare, po Shërbimi informativ kishte njoftuar dhe kishte thënë merren masa se ka problematika që kryen, sepse aty bëhet fjalë për zona influencë në Tropoj, të grupeve të mirë evidentuar si grupe kundërshtare, për shumë probleme që ti kupton vetë, për transportin e armëve, për emigracionin, për kontrabandat, për të gjitha. Dhe kishte e filluar të ketë zëra që do ketë. E njoftuan Këshillin e Ministrave, njoftuan gjithve edhe PD-n të merren masa për mbrojtjen e tij. Siç është kujtuar dhe më vonë, zoti Klosi ka thënë disa herë, nuk reaguan, nuk dëgjuan dhe ishte e pabërë. Ishte natyrisht me meritat që ka të pa diskutuara për 90-ën e më vonë Azemi, duhet thënë që ishte një ngjarje që solli
atë rëmuj që ta thash pak përpara që ne në Do 12-a sot e 14. Që u sulmuan gjitha institucion me armë. Ishim dhe ne ishim dhe me shërbim tank. informativ. U armatosëm të gjithë, u dha urdhër për mbrojtje. Ju armatosët të? Po, të Ani, ose më ishim, do pistolet ishim ne. Jo, gjë do Na ti dhanë automatik. me kallash. Unë e lash edhe lash edhe në Se imagjinoj. Nuk e Gjithë u armatosët për të mbrojtur institucionin. Aty shërbeu shumë mirë, mendoj unë këtë se nuk takoj Klosin, nuk bëj muhabet të them çka ka bërë, unë ai ishte drejtor unë. Por unë kam lexuar letrat e 2 shokëve të mi të Zyrës të ishte komunist, ishte shërbimit sekret shqiptar, nga ata. Sigurimit. Në letrat të thuaj, familjes time, sa kishin dalë emailët, mesazhet dhe këto gjëra. Një gjë ju thot babaj, bashkëshorti juaj. Ne nuk e lëshojmë shërbimin informativ, t'u japim atyre. Ne do të vdesim këtu. Në qoftë se do vdesni, dijeni që ne do të vdesim për për demokracinë, për lirinë, për mos rrëzimin e pushtetit. Kjo është kam lexuar vetë. Në sqarosë për ata që ndjekimi qartë. Punojnës të shikut, ishim të rrethuar. Po, ishim të rrethuar. Institucione. U sulmua? Jo, pse? Pse? E para varë ishin marrë masa të shkëlqyera. Po mi pati tentativë. Armetim të erdhën, por punojnë dhe punojnësit që ishin brenda, disa që ishin dy palë punonin, si që janë Po dhe 2 punonjës nga ju dërguan informacion andej. Mos u fusin në shik se do bëhet kasapan. Do dhe ishe përgatitur? Po, i quan, ta dërguan. Pra, janë ta informatorët e dy fish që punojnë dhe për PD-n edhe për PS-n. Dhe për shikun dhe për PD-n. Edhe ata tani u ndolen dhe quan, të disi hapet lajmi, zogu me njërë, që në shik mos guxoni se do bëhet kasapan dhe këta nuk e do Dhe 2 oficera të shikut i kanë dërguar letër email familjes në atë moment. Po, në atë moment. Që qoftë se do vdesun për shtetin. Po, edhe na thoshin dhe ne, ora i thoshin unë vdesim ne, edhe unë ika nga ora 3 ika pastaj në shtëpi, se u lodha me këto. Nuk e diroj do, ishte i presonit Jo, se po i thua njeriu që unë dola mora, në fakt dola në 14 shtator kjo. 1998. Po, mora automatikun, mora kisha një BMW 325, a i ka direkt la prak të fabrika që kisha nusen të biznesi. Po? Po dhe që po bëhet, i thasha dhe meni që atë kemi të ikim, le t'i vjedhin këto të ikim, po nuk na i vogëm, se ishin melamina, bango të rënda, dhe ikim, i thash tash, ik në shtëpi. Dhe kër vajta unë pasaj, ara 10 u ktheva në shik, me armë isha, me automatik isha, se them. Gjeta qetësi, mirë kuptim, kishim marrë sigurin që... Kush e bëri 14 shtatorin? 14 shtatorin? Shko, real fare që urrëtia e të djathve apo e të mërziturve nga pushteti, të majtve, propaganda e të djathve, por unë mendoj që Serbia duhet jetë numër 1 në realizimin e asaj kasapane. Po. Sepse Azem Hajdari, si që thonë, edhe si bënë, më shumë është vrarë nga ata se nga ne, do me thënë nga ata. Kur them ne, them për Mulosmanajt edhe kompaninë që ishin këta... Që u akuzuan zyrtarisht. Ata u vra, sepse e nëzori vetë tjetëri. Atje shkotis, lajmëroj njeri, kur ishte i... Do në t'i thua dhe në vrasjen e Azem Hajdarit kanë gish që bëjnë sekretser? Jo, s'tem kanë gish. Po, është vetë fjalla, ajo është për totalisht destabilizimin e Shqipërisë, për thënë Kosovës dhe Shqiptarëve dhe Europës. Do këta s'dinë bëjnë shtetë, ma. Qa do jebni Kosovës, më shikoni qa po bëjmë, për vrasi njëri tjetëri, s'bëjnë shtetë, s'bëjnë gjitha. Ajo ishte mesazhi më i mirë për dhënë ata, po fati që ishte një Clinton atje lartë. Por zotri, unë dalë në studio po të them, isha para të akosh me një Kosovar. Nuk ja përmend emrin se shtur. Kur po ikja, vetëm nga që thash, Armando Duka ka merita të jashtëzakonshme për pranimin e Kosovës, sepse ishte në shtet, ishte komitet ekzekutiv federatës. E këto, o spion grek, më tha, o grek i ndyrë, një ushtari UÇK-s që pretendonte. Wow. Edhe unë i thash, more njëri poshër, i thash, ti bën propagandë serbe në këtë. Të tha ty grek ai? Më ka vrarë gjyshin, më ka vrarë gjyshin dhe i ka vjedh pasurin gjyshin serbët, ata grek, i thash, po ti e serbi, i thash, ti je Miloševići më i miri serbi. Në studio më, të klan Kosova. Dorëzo pasaportën serbe, o spion serbi, i thash, ti se do Shqipërin. Dhe realisht ka filluar një frymë e keqe, falë shërbimin dhe investimit serbis, për thënë që Kosovarët tash i deklarojnë shumë mirë. Dhe kom. Jo ata 26 vjeç e poshtë. Ata s'duan t'ja dik fare. Po kom, ajo është e pisë. Mos jemi shqiptar, mos flasim shqip, është rasti, s'duam. Flasim shqip, s'jemi shqiptar. Ne themi tërkohën jemi shqiptar, Shqipërisë, shqiptar të Kosovës. Ja thash atë natë. Ore jeni shqiptar. Do thënë edhe këtë tezën që ka kom Kosovar është shërbim sekretësor? Ore çfarë shërbimi këto bën shërbimi më? Çfarë do bëj shërbimi më?
Do rëmbej atë gjiknurin. Që do gjiknurin? Shërbimi informativ që i thot, jepi proma Demir Fazliqit. A i shërbimi spionazhi. Tani gjete në një gjë atje të zyra e medias në shik për gazetarët? Ta them me sinqeritetin më të madh. Ne ishim të burimet e hapura. Edhe unë ajo pjesa që punova në shik 2 vjet e gjys, është një nga pjesët më të rëndësishme, më të dashura, më patriotike, më idealiste të shtetit tim. Sepse atje dham kontribut për të ndryshuar ne që vatëm nga jeta civile, institucionin fal vizionit Fatos Klosit dhe Fatos Nanos, të dyve, dhe e dyta, shpëtuam institucionin në teori, në informacione. S'kishte më gazetar paset për? Jo, gazetarët gjithmonë do jenë objekt, sepse nuk janë gjithë gazetarët që ty dhe gazetarët janë pjesë e problemeve të ndarjes pronave, ndikimit në gjyqëri. Me që thot këtë ndikimin serb dhe këtë shërbimin sekret serb, kishte gazetar? Jo, nuk mund të them atë kur, se si që kem. Po politikan? Politikan sot dush më burë. Që të lidhur me shërbimin sekret serb? Jo të lidhur, se ato, si merë do të vesh njeriu, po unë shoh politikat që bënin ata, sjelljen. Pra, nëse ti boton Gazeta RD dhe Gazeta Tema në të njëjtën ditë, e kam nxjerrur unë që kam shuar Klosit, 238 përdorimit termit, UÇK terrorist, UÇK-ja vrastare, UÇK-ja. Gazeta RD, ç'a do bësh? Ç'a do thuash? Që s'janë pro-serb? Që s'është politikë serbe, s'ka ndikim serb të sulmojë UÇK-n? Nuk e sulmonte Arkani dhe Milošević në media UÇK-n si që sulmonin këta. Tani, ç'a do thuash? Se ajo është hidh gurin e fshet dorën. Tani, pra, ai është për këtë. Por, unë po them që kontributi pastaj vazhdoj duke shkuar Ministrit Financave, jam themeluesi i zyrës së luftës kundër pastrimit parave të pista, ne dhe janë 2 vjet, pastaj i kanë këshill ministra. Tani më fol pak për Fatos Nano, se ti ke bashkëpunuar me Fatos Nano. Fatos Nano ishte... Tani fol për Fatos Nano, se ai në 14 shtator iku. Po tikte, është normale, fare. Ishte normale? I dha urdhër shërbimet, i dha urdhër shteti. Do të prit një sekond. Do të Nano që ikun në Maqedoni 14 shtator i dhan urdhër, i thanë do largohesh, s'ke sigurinë e shtetit. S'ke të sigurohet jeta, është kryeministër. Ata socialistët e bën, i thanë praktikisht Shqipërinë. Le ta bëjnë. Ai ka ikur. Do sipas te bërë mirë që. Po tha Këshilli i Sigurisë më vëlla. Këshilli i Sigurisë nëpërmjet institucioneve, Ministria e Mbrojtjes dhe Shërbimi Informativ nuk të ruajmë dot dhe rendi, nuk të sigurojmë jetën. Duhet largohesh se e kryeministri i Shqipërisë. Ç'a tradhtiesha? Kjo më normale. Nano ishte një liberal, njëri që duronte, njëri që falte, ishte ekselent për ato minuta që punonte, se ai po të punonte ore kishte bërë Shqipërinë Zvicër. Pas punonte? Ja, shiko, ne thoshim, unë kam punuar 3 vjet me Berishën dhe një 5 vjet, 6 vjet me Nano, nuk e mbaj mend. E thoshim kështu. Me Berishën, jo, Nanua bën qev, qeveria punon. Me Berishën thoshim, punon Berisha, qeveria tallet, bën qev. Berisha ishte për atë, ose... Si është Nano tani me shtet? Unë nuk kam kontakte, e pavarësisht kam qenë komshi me Nano, një 6 vjet te pallati, por nga informacioni që kam nga baxhanaku im që ka mik familje kështu, i rënduar, por jeton, mirë do jetoj, sepse ka bërë mirë. Ka bërë shumë mirë, ishe reformator, kemi pat fat që erdi Nano. Ashtu si ishe fat, dritra gollit ke PS-ja. Ishe fat që PS-ja ka patur... Një, po themi, format dhe profil të tillë si... Po pra, se edhe Nano e për krah. Një patriark. Për mos thënë pastaj që edhe politikat kër u bë PS-ja atëre kështu i kishin marrë udhëzimet nga Ramiz Alia, që ne do ndryshojmë, do shajmë, do na shajmë, po pushtetin s'u japim. As ekonomik, as politika atyre. Ore, u japim gjithë ka thënë, vetëm pushtetin jo. Gjota, tani vim të një, se unë i kam them 2 fjalë për Petr. Për këtë do? Falenderoj, ja për atë. Jo, mbyllet, çfarë për kë? Desha të falenderoja përveç profesor Agim Fagut, nga sporti duhet të falenderoj edhe 2 pedagog që sistemin arsimor në Republikën e Shqipërisë për mua ishte mësuesi i shkollës time të mes e 8 vjeçare që më bëri ekselent në matematik, Abdurrahman Meç, ai është shkrimtar, po i persekutuar, i internuar, pastaj vin me radhë. Kreshnik Tartari. Profesori. Niko Gjaçka. Agim Fagu të shkollës mesme, Eva Kavaja. Eva Kavaja? Të papërsëritshëm. Është në Itali, vazhdojmë pastaj. Në shkollë të lartë, Miço Papadopulli.
Po shkollën mesme çka ke bërë ti? Gjuhë e uaja këtu. E ke bërë te gjuhë e uaj? Edhe me profesor Miçon, një modern i asaj kohe. Miço Papadopulli, kujtimtarësja, këta kanë qenë për mua, po Gimi Fagu, edhe së bashku në Vlorë për basketbol. Sa vjeç është Gimi sot që shikoj nga liqimi për vrap? 77 duhet jetë. 77 vjeç do dhe nuk ka që bën atë stërviti nga... E di si ka qenë Gimi? To të tregoj një rast, na mori nenja 6 veta. Na dha një drek nga shkollës mesme. A i pi uj dhe pas ne ja kërcitëm birra e Bërdzollar, shkollë mesme ishin vit 4. Ishte dhe në amik Sheu, Shezai Roka, unë, Aurel Dapi, nuk e di kush. Zhirë më basketbolli shqiptar një... Ja, haro. Një talent si... A ishte për botën, valla, si ishte për Shqipërinë. Lindi në kone Gabur. 28 pikë Oransodës edhe Serbis, ku ishim me 2 pikë të pikë. Me 2 pikë, 28 pikë. A ishte një Kobe Bryant. Kobe Bryant i basketbollit shqiptar. Kishte një gjithë vogël Gimi. Kur kërcente, rimer një kërcim tjetër në kohën që kërcente. Dhe kjo linte të lirë për të gjuajtur, sa ai që kishte kërcyer ti bënte blok binte për të saktë. Okej, këtu kam një set librash, do t'i kaloj shpejt, sa profesional, por edhe të tjerat. Metodologjia mësimdhënie se kurrikula në AMU. Shpejt një shpjegim. Unë kam pat një parim në punën time. Në qoftë se dua atë punë që bëj dhe nuk i përgjigjem me kërkesat që ka, unë nuk kuptoj pedagog që të shkojë në universitet mos ketë një tekst të përkthyer, të përshtatur, të përgatitur për studentët. Kjo është për mësuesët. Pedagogjia në arsimin parashkollor nga fëmijët 0-3 vjeç. Në momentin që Nanua Rama nxori atë urdhrin mos ketë futi mesataren, po kulmi është që nxori mesatare që mos vjen në shkollë student me poshtë 8 mesatare, ku ne dekanën e kishim me 5.9 edhe 6.3 mesatare në bachelorin dhe këtyre, ne hapëm për të stimuluar fëmijët që ngelishin pa shkollë, hapëm një këtë degën, nën ishte edhe drejtuesi i grupit pedagogjia me fëmijë me edukatore 0-3 vjeç, profesional 2 vjeçar që s'kërkonte. Se Freudi thotë fëmia njeriu deri 3 vjeç edukohet. Komunikimi në shkollë. Dashuria ime, gjëja ime e shkëlqyer, isha në Mos, kam bërë 2 vjet për marrëdhënie me publikun. Nuk jam spion rus, ta them kështu. Ke qenë 2 vjet Mos? Pa. Edhe kam qenë te Druzbanaro. Jo filorus jam, asbet fjalë. Je filorus? Asbet se kam bërë 8 vjet rusisht, edhe juridiku pastaj. Filorus jam, e them kudo. Jam rritur me Pushkinin, jam rritur me Esaninin, jam rritur me Shollodhin. Si nxjerr gjithmonë diktatora i kom që ka këto, ka këta njerëz të artit dhe të diktator. Shkoj të shikoj rusin ta kuptoj. 1 minutë ta mbaroj atë libër. Po, komunikimi i shkollës. Aty kisha një pedagog shumë të mirë. Rus kishte mbaruar në Howard. Edhe kur po i jam tha, nuk kishte dalë fare komunikimi pedagogjik ndryshe në Shqipëri. Dhe unë sa erdha, fillova në Elbasan, më mori Liman Varoshi në Elbasan, kur i ka nga Këshillimi i Ministrave, dhe takoj Liri Zoiri një ditë. E i them, kam një ide për komunikimin pedagogjik. Bëhe se në Shqipëri jemi keq me komunikimin në shkollë. Edhe... Do kemi vetëm një ndërprerje publicitare. Publicitet, kthehemi sërish me gjithmonë me Xhavdet Zeka. Një falenderim për institucionin monetar Manigrama Kinvest që mbështet emisionin Dekalog këtu në Dritare TV me sloganin e njohur, transfero shpejt, gjithmonë më shpejt, kudo dhe kurdo. Akinvest, institucioni i pagesave për shërbimin Manigram, risjell shorteun për klientët e tij. Klient të dashur, çdo tërheqje apo dërgesë që do të kryeni nga data 14 prill deri më 14 korrik, pra nga 14 prilli deri më 14 korrik, me shërbimin Manigram në çdo zyrë dhe agent Akinvest do t'ju mundsoj të bëheni automatikisht pjesëmarrës së shorteut që do të zhvillohet në Diela Shqiptare në Televizionin Klan më datën 20 korrik 2025. Pra, në Diela Shqiptare në Televizionin Klan më 20 korrik 2025. Sa më shumë transferta me Manigram, aq më shumë merrni pjesë në shorte. Për çdo një transfer ju do të kualifikoheni me njerëz si pjesëmarrës në shorteun, nga i cili do të ketë 6 fitues me një çmim 50.000 lekë të rinj, pra 6 fitues me një çmim 50.000 lekë të rinj, sapo të kryeni transfertin e tretë ju kualifikoni dhe si pjesëmarrës në shorteun, nga i cili do të ketë 7 fitues me një çmim 100.000 lekë të rinj, pra 7 fitues me një çmim 100.000 lekë të rinj. Përdorni pra Manigram dhe fitoni. Faleminderit edhe një herë Manigrama Kinvest, institucionit monetar që mbështet emisionin Dekalog këtu në Dritare TV. Faleminderit edhe një herë institucionit monetar Manigrama Kinvest për mbështetjen që bën emisionin Dekalog këtu në Dritare TV. Po vazhdojmë pedagogjia e specializuar. Jam kryetari i parë i shoqatës To Help Handicapped Children në Vlorë, në Degës, sepse me Virgjil Nanon këtu.
Shkova në Angli, u specializova 2 vjet dhe ditën që erdha nga Anglia, më pushuan nga puna PD-ja se kisha ik pa leje. Unë me dieta dhe shërbim nga Ministria e Arsimit dhe Ministria e Shëndetësisë. Është një tekst shumë i mirë. Në fakt, të tekst e kam bërë, kjo ka një histori shumë të bukur. Ma kërkoj, po të lexosh aty diku, ma kërkoj, isha dekan ke part-time ke Kristali dhe më thot presidenti Kristali, Muça. Liria ka një fondacion dhe i duhet një libër për to. Aje përdori termin pejoretar për fëmijët e nevojave të veçanta. Ziri Berisha. Edhe i them, unë ja do të bëj një kështu, unë gja kisha gati, se kisha qenë në Angli. Edhe vemi atje, i pëlqeu asaj. Më thot Meti, ja ku i ke $10,000, ma bëj. Po sa e doj, thash unë? Unë e dua shpejt o vlla për 2 muaj. Po s'bëhet, më thash, ku bëhet? Edhe unë mora librat në internet në Rusi, i mora, i përkthyem, i përshtatëm me Gjorgji Doksanin kryesisht, një përkthyes i shkëlqyer, e çova, mora ato lek, ika dhe ajo më falënderoi shumë. Në Kosovë është pritur shumë mirë ky libër, edhe pse ka nevojë, sepse tash është ndryshuar terminologjia, është ndryshuar vizioni. Tani fëmijët me nevoja të veçanta janë qenie njerëzore. Unë jam me diabet, ai ka, se mund të janë njerëz që jetojnë si ne, ti kuptojmë si ne, jo si mëshirë, jo si kështu. Dhe kjo është jep ca mesazhe në këtë drejtim. Sjellja organizacionale e liderit. Qiko, Arsimi... E ke bashkëautor të Wilson. Aty është profesor Wilson Kuri, një nga emrat e mëdhenj. Ai e ka bërë pjesën e parë, unë kam bërë vetëm inspektimin në shkollë aty. Sepse në kabinet pedagogjik, tërpërvoja ime në seksion bërë aty. Tani, vim të këto, mafja e bladerit. Këtu tani... Po, është e vërtet. Shiko, te ai librin parathënie kam thënë, shpesh njerëzit duhet ta kuptojnë. Që na njerë, ai dreq korrupsioni bën mirë e çon zhvillimi përpara shumë shoqërinë. Blateri e gjeti UEFA-n me borxhe të mbytura. E la me një 15 miliard euro pasuri. Pavarësisht se njerëzit e shajnë. Se ishte revolucionar, financier revolucionar, bëri revolucionar. Po përfundoi keq. Atë që bëri si do. Jo më doli pa fajshëm tani. E thësha, po bëri mirë më mirë, abuzime ka pat pa fund, nuk bet fjalë, por bëri revolucion, e bëri institucion, ekonominë e 4 në botë futbollit. Ti që po bën ta tani. Profesor Luka Eqimi ka shkruar për ty. Pyetjen e parë që kanë bërë me shokët ka qenë, nga është për ty? Krajina shpesh tregon, ishte nga Kuçi një fshat brenda zonës karakterit fort shqiptar Kurveleshit. Ai kishte miqësi të kahershme me Bekush Birçën, si lebër që ishin, kështu e njohan në fillim, madje duke tërhequr vetë më shumë nga komendat televizive dhe shkrimjet analitike, kurajoze, mjaft realiste dhe të guzishme në rrezikun e kohës që jetonin. Më thoj një fjali për profesor Bekush Birçën që unë e kam pasur shumë për zëmër dhe një homazh në këto sekonda për profesorin e nderuar, se e kam pasur profesorin nga më të mirët. Profesori është një Napoleon në trup, në sjellje, në forcë, në karakter, një Napoleon shqiptar, por dhe një Luan i vërtet. Ka qenë një luftëtar për të falur, për të dhënë jetë gjithë futbollistëve që ishin me biografi të keqe. Ai ka mbështetur, s'ka pat frikë fare, asnjë pushtet. Ky është vizion. Për sportin është model. Karakter, burrëri, personalitet, kudo që shkoj bëri skuadër. Historia e Shqipërisë. Ky është një tekst i zëvendës rektorit të Universitetit San Petersburgut, që jep te marrëdhëniet ndërkombëtare dhe juridike në atë universitet me 200. Ti e ke përkthyer? Unë e kam përkthyer, më tha vetë, ma përkthe dhe bë. Aty është historia e Shqipërisë nga 1912 deri këto sipas burimeve ruse. Në këndvështrimin rus. Nga rusisht e ke përkthyer? Po, nga rusisht. Ja, me parathënie të Beqir Metës, më duket duhet jetë, po. Akademik Beqir Metës. Po. Dhe ai aty vetë ka bërë dhe një gabim që futi aty dhe Berishën brenda. E kishte futur ai te teksti që ishte student. Po pse ka bërë gabim Berisha? Jo, po sepse kishte afate në atë kohë, duhet kaloj 25 vjet e tjera, po ai kishte thënë. Është një tekst i mbështetur në burimet ruse dhe duhet kuptojnë që shpeshherë aty ka shumë gjëra të mira për Shqipërinë që studiuesit nuk i kanë. 2424 aforizma për edukimin. Edhe kjo është një mendje e ndritur botërore për të gjitha llojet e sjelljes së familjarëve, të mësuesve, të qytetarëve për fëmin. Për çdo gjë ka aty. Bile aty ka për mosmirëjojen, që është në Shqipëri mosmirëjoja është institucion. Po si ka mundsi? Po institucion, po si pse e kemi këtë cilësi? Po gjërsa që kur ndërruan fen nga krishter, musliman, nga musliman të krishter, në komunizëm, në
ato në këto njerëz që ndryshojmë, është vështirë të krijohet ai identiteti që thatë ju. Është vështirë të krijojmë të varfër, të lëkundur në këto gjëra. Një njeri që di më shumë, dyshon edhe më shumë. Di dhe më pak. Sa më shumë të dish e kupton se sa pak di. Që këto libra, ja është dhe një tjetër, nuk e di, e ke aty të kesh frikë është mirë apo kesh se pas kam prur. Do të them dhe një sekret që aty i vura dhe emrin pa shkruar asnjë rresht Nora Malës, ja bëra sepse i duhesh për një titull shkencor, por mu tregua mos mirënjohse pastaj. Nora Malën e kemi për zëmër, është një zysh. Dhe kjo novela të ruse për ktheu Xhevdet. Lexoj filorusi këtu gjithë. Lexoj, jo. Aty, shiko, novela e parë është i 41-ti. Është një film, e ke edhe në po ta kërkosh edhe italisht dhe anglisht. Është një film që tregon një kompani, një tog ushtarake ruse me një general të martë të bardhë që do ta shoqëronin ta çonin në qendër. Në përshkretira, në borë, në aku, dhe ishte një gotë që kishte snajpere nga më të mirat e ushtrisë ruse që kishte vrarë 40 ushtarë. Kështu nga këta të bardhë dhe nga këta antibolshevik që ishin. Dhe shkon ngelin në një ishull vetëm këta dy vdiqën gjithë, u vran acari, humbën, ran dashuri se jetonin bash, në një moment ai ishte fisnik, ishte oficeri madh i bardhë nga këta aristokracia ruse më bërë. Se ne njerë pasurit i quajmë të këqinj. Bota pa të pasur merr fund. Po dhe, çfarë ndodhi? Edhe ai pa një anije që erdhi, ishte anije të bardhëve, pra kundër bolshevikëve, shkoi me vrap në det, ajo një të marri kaputi një plumë. Aty ishte thelbi është komunizmi, bolshevizmi të bën një kafsh, një robot që ti vret ndjenjen, njeriu, gjithçka. Cili është shkrimtari i preferuar rus? Esenini. Esenini me Pushkinin nuk i ndaj dot, po Esenini. Esenini pak rrugaç në kuptimin e mirë të fjalës. Si ka mundësi se kam kuptuar asnjëherë që ai popull, ai kom që ka nxjerr mendje më të drejtura të artit dhe të lehtësisë, ne kemi një lidhje për artin të jashtëzakonshëm. Unë madje është krenari për mua se e kam dhe nga zona ime, Ganimet Vëndresha ka kërcyer si balerin 6 vjet në Bolshoi Teatr. Dhe ajo është themeluese e baletit ton këtu. Po si ka mundësi ai kom kaq i madh në art nxjerr dhe prodhon diktatorë dhe bën lufta? Po, në rregull. Si në rregull? Çdo se jam çik filorus. Si është diktator? A ishte vendosur që Ukraina, Finlanda, Letonia do të ishin neutrale, o vendos në 47-ën, 48-ën kur vendos që jo, për ato të vendosur i hoqën dhe armët bërthamore tani dhe i bën puçin. Ta mbarojmë. Edhe ç'a ndodhi? Njerë vendosi Rusia të çonte në Kub raketat, Amerika desh bëri luftë në tretë botërore. Jo, më desh bëri Rusia. Pse qoj, dakor, Rusia, pse qoj atje? Po pse qoj në Kuba si qoj në Amerika, pse do i qoj në Ukrainë kur është vendosur nga Amerika dhe ajo për të bërë, e para kjo. E para, për të thënë që duhet parë çik më gjërë. Civilët Ukrainas, civilët Rusë, civilët në Iran, civilët në Palestinë, civilët në Gaza të gjithë. Ç'a ndryshimi kanë nga civilët izraelit dhe amerikanë? Jo, këtu ke drejt, po kjo nuk na bëj që të themi që Rusia është në rregull. Po jo, s'tem fare. Shteti rus është një shtet që sulmon, agreson, është kriminal. Po pra, kriminal. Smaleta mbaroja. Nuk e them fare aton. Ka sulmuar Putin. Është kriminal, po kontratën tani. Ta vazhdoj çik më tej. Civilët e vrarë ke drejt. Ta vazhdoj më tjetër. Civilët e vrarë në çdo vend botë. OKB-ja dhe Organizata e Drejtave të Njerëzit kanë një urdhër për Netanyahu për t'u arrestuar për krime lufte. Vrau 60 fëmijë në spital, më bu. Tani, si mund të ta vlerësoj unë Trumpin në këtë moment, në raport me krimet... Si mund ta? Vlerësoj politikën amerikane, që Trumpi është politika amerikane tani, në raport me jetët e njerëzve në Gaza, në Iran dhe në Rusi dhe në Ukrainë, dhe përkraja pa fund e Netanyahu. E një shteti pa shtet, e një shteti pa troka, e një qifutët në shkretir, kemi thënë. Kemi ngjerë si qifutët në shkretir. E ngatruar është. Po jo, po ta them, por më thua që unë jam dekord që Rusia ka bërë gjithçka negativ. Armët bërthamore, le t'i zhdukin, po le t'i zhdukin dhe ata armët bërthamore të gjithë. Po ka armë bërthamore se ngroja diellore? Ka armë bërthamore sepse ushqimet që po ham? Dhe bota nuk bën as e fundit. Që ta mbyllim me Rusinë.
Një shtet super. Filorusa. Një shtet Këtu ma prishe qefin vetë. Një shtet super i madh. Se ti mund t'jesh filorus për artin dhe kulturën. 1500-ën, në ballot e mëdha, njerëzit venin martoheshin, fejoheshin. Në 1860-ën, 800-ën, në Santerburgut dhe kishte fusha shahu pafund që luanin qytetarët. Vallëzimi dhe ato që bënin. Ore, unë në universitet prej vitesh o soshja, kur veja tjetë shumica goca. Ti ku ke qenë në cilë universitet specializë? Unë kam qenë në Moskë, Družba Narodov. Miqësi dhe... Ti besoj dikte që kryeministri i tret i shtetit shqiptar, Turan Pashpërmeti, ka qenë 25 vjet ambasadori perandorisë ruse në Shën Petersburg. Dhe kishte miqësi me carin dhe i tha, ore tha me këta shqiptar, tha sigur s'më dalin rregull, i tha. Qa mendimi ti, tha cari Turan Pasha, se ditë turk atë. I tha janë njerëzit më të mirë në botë, tha se unë jam shqiptar, tha. Qofse ti shqiptar, tha në rregull janë. Cari bised me Turan Pashpërmetin, që u bë kryeministër pasaj në Shqipëri. Ta mbyll dhe ata. Pra, i pyes, ore, keni lexuar Ana Kareninën? Ja. Vajza dhe, pa prit më bëri revolucion ai, kur e bëri ai Tolstoj atë. Për mua, jashtëzakonshëm është doktor Zhivago i Boris Pasternak. Ata janë pastaj, tash i Sholhovi ndoshajm apo Dostojevski. Për mua, Boris Pasternak është i jashtëzakonshëm. Dakor. Gjota, tani vim të ajo, lëm ju që ndoshta të identifikoj shumica e njerëzve, por në fakt unë që të njoh e di që është një pjesë e jetës tënde, sporti. Tani, të thashë pari që ti je dukist. Pse ke mbështetur Armando Dukën? Shiko, unë kam qenë një periudhë të gjatë, disa vite, kritik ndaj veprimtarisë. Jo, Federata Shqiptare e Futbollit. Federata Armando është atje tani. Shiko, edhe në ato momente kur shkruaj Armando ne vlerësoj, a thosh ja ky është për kryeministër Shqipërisë, ky është i jashtëzakonshëm. Por është për folur një sikur këto që bën. Mund të bësh një zgjidhje kështu. Ai ka bërë një revolucion të jashtëzakonshëm në infrastrukturë, në logjistik, në staf në Federatën Shqiptare e Futbollit. Janë mbi 5.000 veta, 3.000 veta që punojnë. Sa? 3.000? Me ligën amatore, me... 3.000? Do që ka federatët. Që bëja shumë familjar. E dyta, ka bërë një revolucion në organizimin e futbollit nga qendra deri në zonat më të vogla. Ore, s'ka shtet në botë jap topa dhe uniforma gjithë skuadrave. Që ka bërë tani, është vështirë. Tani jep federata? Federata jep, për gjithë klubet. Natyrisht një pjesë që janë kundër edhe që bëjmë bla bla. Me vërtet federata u jep klubeve uniformat. Po? Që nga 6 vjeç deri dhe topat. Dhe u jep një sasi uniforma, pastaj ata i marrin vetë, këto që janë private tash, po na jep dhe neve për gjithë klubin, për akademit, për gjitha jep federata uniforma. Ti tani i lidhur me vazhdon te Egnatia? Unë jam te Egnatia, jam i pari zëdhën në shtypin e Shqipëri me Dinamon që në 98-ën. S'kishe zëdhën Shqipëri. Kam dalë 2 herë kampion, 2 kupa edhe një superkup me Dinamo. Kam tani me Federatën, me Egnatian kam 2 kampionate, 1 kup dhe 1 superkup. Jam, si thua, më i laururi se bëj zgjedhje në durma. Pra, që do vim këtë duka. Në momentin që ikëm në Francë, kam qenë në stadium atëre, jo nga Federata, kam ikur me një emër të madh të futbollit që më ka çuar, i kam foto këtu, me Dejan Savicevic. Ishte presidenti i Maqedonisë. Ati ai gjeta anën me menaxher, më morin makinë vet, që mos kisha probleme, s'më lindet flisja shqip kur rinim atë rrugëve kështu, më çoi atje, pa. Me atë fitore që bëri Duka që na çoi në Europian, po. Fitore mbi Serbin, nuk kishte njëri mos të ndryshonte. Në gjyq. Ore, po nuk ndryshove në gjërat që ndodhin. Tash unë mund të them Berisha ka të qia, po unë e vlerësoj, ai dua unë, ai do rri atje në histori vëlla. Pra të kishte. Si u përgjigjesh kritikëve që duke pasur 5 mandate, domethënë e ka bërë mbretëri FSHF-n? Pse nuk mërziten këta kritikë që ka president të ciklizmit ping-pongut tyre nga 35 vjet. Jo, Ilir Kulla në vendin tënd tha presidenti i Federatës së ping-pongut tha nuk lëvisa ka 35 vjet. Po ciklizmi edhe këto notrat edhe këto të gjitha që janë me lekë të shtetit, mbajnë në buxhetin e shtetit. Do fitojmë në Serbi? Ja. Shtetor? Është skuadër e mirë. Do shkojmë në botror? Vështirë. E vështirë, jam shumë pesimist për shkuar në botror. Dhe po të bëj një pyetje më të fortë se kaq. Ky Silvinja do iki? Po duhet iki realisht, sepse iku dhe ai 17 vjeçarve iku.
Ja, ishte më duke shkot fare. Ka rezultate, ka bilanca, nesë mund të flasim kështu, po ky me këtë ka gabuar në këto 2 ndeshje. Do me thënë, duke qenë se më the për sportin, është një dashuri e jashtëzakonshme, por në një drek që kam qenë me rastësisht me zotin Meta, mori një medalje mjeshtër futbollisti mathi të Utës Partizanit, kombëtarës dhe flamurtar me Barcelonën, Artur Lekbella, duke nejtur atje i thash, do pim një shëndetje, thash, po jo për ty, thash, tha, shko, suksesi gjithmonë për një burrë është kur ka një grua të fortë mbrapa vetes vet. I thash atëherë, në ato momente ishte situatë tjetër, sa duke qeshur e kalum. Këtë desha ta thoshja, në gjithë të sukses, në gjithë të punë, mos duket shaka se kam 28 libra të bëra. Natyrisht është e para gruaja ime që më ka toleruar, që më ka duruar, që kam humbur shumë gjëra për mua. Po këtë do ta thotë i burr nga kuçi, falenderoj gruan, bravo të qof. Që ja kam borxh të jetën. Si quhet bashkëtimi? Ariana Dhega. Ariana, sa do të ketë mërzitur ky me këtë fjalë thotë, do të është i falur nëse ka bërë gabime në jetë, se burra në këtë tavolinë falenderojmë gruan në fund të intervistës nuk ka. Mund dua të përmend sepse Universiteti i Elbasanit është një pjesë imja. Mbi 15 vjet. Po duhet përmend një 3-4 emra dhe e mbylla pastaj bëj pyetje çfarë duash. I pari fare është Vilson Kuri. Ka qenë drejtori i muzeut. Është një personalitet si Jani Doda që ka vdekur. I jashtëzakonshëm për arsimin. Vazhdoj me radhë, Roland Gjini, Viskushi, pastaj do vazhdoja me të tjerë, po këta edhe Ysendomi, një figurë e madhe, Arjan Hyka, Mon Biçoku, pastaj do vazhdoja me një Ornella Bilal. Janë disa personazhe që unë, Peçi Naçellari që unë, kur do që t'iki, Imelda Sejdinin se harova, një grua drejt... Edhe një nga Skarpari, Altin Idrizin e njeh, apo që është po gradecar. Ishi një pjesë që me të vërtet mbanin traditën e universitetit të Aleksandr Gjuvani. Tani, problemi imi vetëm është në këto momente, prandaj dhe kam bërë një status pardje shumë të keq. Arsimi i lartë është në krizën rajonal, po flaso, jo Tirana. Për ashtu dhe Shkodrën e Durrësin vende, është në një krizë institucionale, mungesë vlerash, antivlera, të jashtëzakonshme. Nuk ka vend në botë që e la arsimin në këtë deregje, arsimin e lartë, po të flasë. Atëre, për ta mbyllur, unë me që, jo, më ngasmove këtë, unë duhet ta mbyllësh me një këshill për kryeministrin Rama, për ministren e arsimit, me që ti thua problemi numër 1. Çfarë do të thoshe? Dhe ta mbyllim me këtë gjë që nëse dëgjojnë ta marrin konsiderat, do ishte mirë. I nderuar kryeministër, e nderuara ministre, në universitetet, në institutet e larta arsimore të rretheve, ka student që kur diplomohen mund ta ketë koston 100 milion lek, sepse janë me 3 student dhe mbajnë 15 pedagog. Janë me 5 student fiktiv, 2 zvin fare dhe ikin. E para. E dyta që duhet parë dëmi financiar i këtij shteti, që me aq lek mund ta çosh atë student në Howard, në Itali, në Sapiensën, edhe del kosto $20,000. Po jo, e dyta. Të zhduket analfabetizmi funksional i pedagogëve që kanë punën dhe titujt akademik. Një krizë e madhe me dëm ekonomik, po mbi të gjitha me dëmin profesional në universitete. Në universitet, dëm profesional në formimin e brezit të ri. 3. Vini kufi kërkimit shkencor. Është kërkim shkencor fals në universitet. Ska. Me plagiatur dhe ja kanë filluar krijojnë departamente edhe me 15 veta, që rrinë, marrin rrogën kot dhe s'ka student. Për mua, urgjentisht, institutet e larta rajonale duhet kthehen filiale të Universitetit Shtetëror të Tiranës. Xhoda, e kuptoj që nuk na doli kjo kohë. Do të thënë kemi kaluar kohën limit dhe nuk na doli kjo kohë. Unë do të ftoj sërish sepse temat që kemi qenë nga ndërzimi artificial të amerikanëve në Vietnam. Kështu që do të ftoj sërish për të trajtuar ato gjëra që na mbetën pa i trajtuar.
Edhe ne do juftojmë se pretendojmë që ikim me Ignatje në grupe. Javën tjetër kemi ndeshje me Islandën. Në grupe? Jo Championship, të Conference League dhe atyre. Të Conference League, po mirë, Conference League. Po dhe ato i synojmë. O sa më vjen mirë për këtë, të uroj suksese ty dhe Ignat. Presidenti Agim Demrozi ka bërë një stadium modern që e ka Zili Bota, është vlerësuar kategorie 3. Nuk e kam parë, po i mbirë më thotë ore, ka stadium të mirë Ignatja. Hajde një kur doash. Të falenderoj shumë për intervistën. Kur të vi Dinamo do jesh i ftuar im. Faleminderit shumë. Do vi me pjesë dhe Dritanin. Do vi me Knesi. Ky ishte emisioni për sot nga Ura Lançafoku, mirupafshim.